i kum thirrën me ardhë me votue për Kosovën, po jo për sektin politik i cili është duke dëmtuar Kosovën. Domthonë me atë stilin tam të njohur, natyrisht unë jem kryetari i Bashkimit Demokratik. E kum thirrë fillimisht për këtë vendim, domthonë jem konsultuar me kryesinë, i kum njoftu disa nga aktivistët jashtë kryesisë, në mënyrë unanime kanë qenën, pasi i kum njoftu për disa edhe zhvillime tjera, edhe në mënyrë unanime në këtë betejë politike për Kosovën do të jemi përkrah Ramushit. Kjo ka qenë një qëndrim unik i atyre që më kanë qëndru besnik veçanërisht në jetën politike për 15 vjet, dhe ne veç kemi fillu domthonë koordinimin edhe me strukturat e degës së aleancës, çështje teknike sot. Përndryshe unë në këto 2-3 ditë do të vazhdoj të dal në terren, për dallim nga zgjedhjet lokale që e kam thonë edhe te ju edhe te diku tjetër, që unë për 30 ditë asnjëri nuk e kam taku, vetëm përmes paraqitjeve të mia, përmes videove. Kësaj radhe do t'i veshi çizmët, domthonë dhe do t'jem në terren, sepse situata është shumë më serioze. Edhe se që e menon qytetari rëndom. Dhe imagjinoni deri ku ka rrjedhën situata në Kosovë, që çdo qytetar normal munije i ofendum. Për kujtesën e juaj edhe të atyre që na përcjellin, unë dhe shumë si unë jemi përgjigjë thirrjes Kosovës për me kap pushkën edhe për me luftu për lirinë e saj. Një pjesë e jona që kemi ardhur nga perëndimi, me marrë pjesë në luftë edhe kanë dhënë jetën, sot janë dëshmorë. 10 për tyre, për me përmend asnjë. Sot deri aty ka degeneruar situata politike, saqë diasporën me fyje, me thirrje, do jena me jali e Dimol Basha me i ftu me ardhë në Kosovë. Por çka me ardhë ata në Kosovë? Pse ata duhet një përgjegjës thirrjes së këtyre 2 personave, edhe sojt të tyre, për me i përdorur si mall për ambicjet e tyre politike partijake, dhe atë mall pastaj me përdorën edhe për bllokimin e shtetit. Dhe çdo thirrje e këtyre në raport me diasporën më shumë duhet të kuptohet si një fyrje që u bëhet atyre. Unë jem prej atyre që i kum thirrën me ardhë me votue për Kosovën, po jo për sektin politik i cili është duke dëmtuar Kosovën.